Sham në lidhje të drejt për drejt ish ministrin e financave, një prej njerëzve që ka qenë shumë pranë për u caktuara me zotin Nano, zotin Arben Malaj. Zotin Malaj, përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën për të qenë në emision. Faleminderit Nisida për ftesën. Si e mësuat lajmin për zotin Nano, zotin Malaj, për ta nisur kështu bisedën tonë nga media, apo erdhi në mënyrat ndryshme? Më lejoni të shpreh ngushëllime familjes, miqt, bashkëluftëtarëve dhe socialistëve për të humbje të rëndë. Natyrisht ne dinim që ishim në një situatë vështirë, por gjithmonë shpresa mbetet shpresë, sepse kishte pas dhe raste të tjera, por i kishte tejkaluar. Ndihej që gjendja ishte vështirë dhe po bëj gjithçka nga ekipi mjekësor dhe nga familja për të provuar mundësinë që të rikthehej në jetë pas asaj diagnoze dhe pas asaj gjendje aktuale që kishte. Kështu që e morëm vesh nga media datën, megjithëse periudha me të cilën ka qenë në pritje se çfarë do ndodh, ka qenë relativisht e gjatë, ishte 3 javë. Po. Pra ju kishit informacione, zoti Malaj, nuk është se ishit në terë informativ për të. Jo, vetëm bëshim shumë të kujdesur për mos ta bezdisur familjen në atë moment kritik që ata po përjetonin. Domethënë, ishim kolegë dashamirës, që ishin afër edhe ishin të updateuar në një mënyrë ose në një tjetër. Qartë. Ju çfarë ndjeni tani që ai nuk është më? Si e shihni humbjen e tij? Shiko, të gjithë kanë drejtësitë e tyre, por nëse jeta varet nga Zoti, tragëdimia politike që lë kur je një person publik, është realisht ajo që gjëja më e çmuar dhe gjëja që dallon politikanët. Për ata që janë burra shteti dhe për ata që janë thjesht politikanë për të fituar zgjedhje. Kështu që në këtë aspekt Nano arriti, duke qenë njëri liberal, erudit, duke qenë në mendje hapur, gjithëpërfshirës, të lë një tragjedie të pasur. Ne fillojmë fillimisht me Partinë Socialiste dhe pastaj me qeverisjen e vendit. Kështu që bashkë me kolegët, bashkë themelus Partisë Socialiste, Nano u përball me vështirësinë më të madhe për të riorganizuar dhe për të orientuar drejt të majtës evropiane partinë më të organizuar që kishte vendi, e cila ishte parti kapilare, domethënë kishte prezencën e saj në organizimin e saj në çdo vend, në çdo pjesë të vendit. E kuptoj. Ishte po.